Ti e ke përjetu shumë keq, se pastaj kam ndjek dhe një intervistë tjetër në një vend ku të bëjnë pyetjen se si ndjehesh për ditë tëra dhe di që agimit i kanë shku lot gjatë kohë sepse kujtohet e fëmijën e vet 5 vjeç që i thotë aman bab mos shko më atje me ndjek zjarre. Pra kjo është hidha e zjarr fikse. Po këtu ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tënde që ke parë pjesa e Shëngjinit po. Shëngjinit. Pjesa e Shëngjinit. Aty ishim kanë qenë gati 25 metra zjarr fikse dhe unë kisha grupin që menaxhoshim grupin, ishim të gjithë drejtori i përgjithshëm e ishin të gjithë drejtues aty. Dhe në një moment mos gaboj drejtorisë policisë, unë isha me uniformë dhe më thret më urgjent të cilin automjet, se të isha si drejtues i operacionit aty. Edhe unë gjë e parë unë thrita çuna zjarr fiksen time. Edhe futëm të një hotel 4 kaq. Me bashkë me drejtorin e policisë, ja rroj emrin se ka është largu, kemi ngrit këtë personin, zjarr fiksin më i vjetër, 60 e sa vjeç, kemi ngrit në një tavolinë, kemi vendosur në një tarac të atij hoteli për të hedhur ujë mas hotelit.